Disa sahabi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pa një njeri edhe janë mahnit me atë gjallërinë edhe fuqinë e tij. Edhe i kanë thënë, kur e kanë pa të punu, do janë mahnit me to. I ka thënë, oj dërgumi i Allahut, law kana hadha fi sabilillah. Sigur ky njeri, këtë fuqi, këtë gjallëri, këtë mund ta drejtonte në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E jo domon këtë punë që është të bë punën për dëshmëri. Çfarë ka thënë pejgamberi sa, shikon vëllazër, ka thënë in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Nëse ka dalë për shtëpisë me punu për fëmijët e vet vogël që i kanë shtëpi, ai është në rrugën e Allahut. Wa in kharaja yas'a ala abawayn shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah. Nëse ka dalë për shtëpisë, ai që ka detyruar me dalë me punu për shtëpisë është që më sjell rrezik dy prindve vet që i ka më shumë në shtëpi, ai është në rrugën e Allahut. Thot wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Nëse ka dalë që me fitu për veten vet që mos më ashtri dorën njerëzve, është në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këtë kjo vëllezër pra, përderisa njeri nuk ka njet prisht, njet prishur edhe të kesh në kryerjen e veprave, Allahu çka shpërblen. E nëse pastaj ki njet mirë, mu afru te Allahu subhanahu wa taala, kjo padyshim që është më e plot edhe më e mirë. Është shpërblim me kanë më i madh te Allahu subhanahu wa taala. Edhe në anën tjetër, në anën e sprovave që ti çon Allahu subhanahu wa taala sprovon me to, dhimbjeve ndryshme, smundjeve. Ti përderisa ai sprovon ato kimu shpërbly për Allahu subhanahu wa taala. Kur përderisa nuk e humb çka durimin. Edhe tregosh i paqëndrueshëm, edhe fillon me u hidhru me caktimin e Allahu subhanahu wa taala. Në hadith, edhe thera nëse të ngulet kanë besimtarit, Allahu çka ti fshin gjunahet përmes asaj sprove.